Njëri më i keq është ai që njerëzit nuk janë të sigurt mohabet me ta. Muslimani është i kundërta. Çka ka thënë pejgamberi për muslimanin? El muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i vërtet është ai që muslimanët e tjerë janë të sigurt nga gjuha e tij. Do shkon të dikush me vullaf, edhe është i lig, e ta kap një pjesë dikon të tjetër tonë pozicion, do ngom buja ti që të thonë u kry mohabeti, edhe ta merr mohabetin për të keq, thonë nosha me të fol mu, që thot po dhe mazi më bafsh, apo? Nuk është i keq, është i lig, të kap mohabet, ta kap një pjesë të mohabetit, ta përhap veç ato çka don. E kur është kështu, njerëz a janë sigurt me të mohabet? Nuk janë sigurt. A janë sigurt me aqelin sekret? Janë sigurt. Se e keq përdor mohabetin, është njëri lig. Ose për shembull nga ligësia e tij është që shkon për shembull një mohabet që ka me të, e keq përdor me fut armiqësi me dikon tjetër. Me këto qyrt mos sill, në esencë do të më lënë sa më pak me të mohabet. Po të bjen mohabeti me pas me të, në mohabet për gjithë shumë lodhe që shka lodhe, po shkojmë punë mira, po ani mirë, që shtut, nga se e ka gjuhën e ronë, e ka gjuhën e keqe. Besimtari domon e këshillon dikën, i thot diku që ka mirë kuptim, ama diku që mund nuk i vrash në gjuhën, në çmus, nuk i me hime të në mohabet. Nga se, domon, dëmi mund me konë shumë më i madh. Dhe njëri i keq është ai ka thënë pejgamberi i cili, domon, nuk rrin me ta pse është i lig. Nuk rrin me ta se si sigurt për mohabetive tina. Çka është i keq? Nga se muslimani është i sigurt. Muslimani kur ki mos pajtim ta lën aty. Nuk të keq kupton, nuk ta përhap të keqen. Nga se i sigurt te muslimani. Ama te ky që është i dobët i lig, si i sigurt mohabet me ta? Si i sigurt?